Mendon që kjo bëni më shumë punë, kjo të sillur e urtë të bërja kuvenit, se me që kemi kuvent, ja se këtu kemi kështu shkruar, kuvent zëri Lezhës, se veni kuveneve Lezhë, domethënë ti paka shumë ke shkuar në stilin atyre kuveneve të vërtetat një menta që duhet bën edhe në politikë. Është vështirë të flasësh për vete dhe të përcaktosh rolin që ti ke në një komunitet dhe se si tjerë të perceptojnë ty, siç është rasti im konkret, por unë besoj shumë tek fuqia e butë e arsyes. Besoj shumë tek toleranca që kjo zonë ka. Ju e dini sa unë ose në mos më mirë se unë ne po flisnim pak përpara që është një traditë e trevat jashtëzakonshme në historinë kombëtare, në identitetin kombëtar shqiptar, qof Lezhë, qof Melita, qof Kurbini. Nuk është tokë e dhunës, është tokë e rezistencës, është tokë e qëndresës, është tokë e kuvendit, është tokë e kanunit, është tokë e poetëve, është tokë e klerikëve, është tokë e bujqve, peshkatarëve, mësuesve, farmacistëve, doktorëve, inxhinierëve, e njerëzve që duan një jetë të qetë normale. Edhe unë e konsideroj veten një prej tyre, një njeri i zakonshëm, një njeri normal, një familjar, një njeri që do gjuhën e butë të arsyes.